Plagosat me armë agenti krimeve në Tiranë ishte jashtë shërbimit në shoqërinë e fqinjë që dyshohet se ishte shënjestër, shpallë në kërkim 2 vëllezër. Nis prishje ndërtimeve pa leje në Sarandë hyrje pas zbulimit të aferës ku rezultuan të përfshirë drejtuesit e policisë. Aksioni pritet të zgjasë disa ditë. Shqiptarë nga të gjitha troje shqiptarë do t'i bashkohen në sot të protestës në Shkup. Studentët e Maqedonisë Veriut kërkojnë që provimet e lirimit i japin në gjuhën shqipe. Shtojnë përplasjet në fermën në VIP, njëri nga 9 të nominuarit do të shpëtohet nga publiku. Sot në mbrëmje do të mësohet cili do të jetë fati të tjerëve. Përshëndetje, jemi në edicionin informativ në televizionin kombëtar Vision Plus. Një agent krimesh në kryeqytet u qellua me armë zjarri dhe mbeti i plagosur teksa ndodhej jashtë shërbimit. Ai ishte së bashku me fqinjin e tij që kishte thyer arrestin shtëpiak, i cili besohet se ka qenë shënjestër. Policia është vënë në kërkim të 2 vëllezërve që dyshohet si autor të ngjarjes. Një efektiv policie është plagosur me armë mbrëmjen e të dielës në Shkozë, ndërsa ndodhej jashtë shërbimit. Agenti i krimeve Angelo Kumaraku në momentin e ngjarjes ishte pranë banesës, i shoqëruar nga fqinji i tij Keidi Spaja. Ky i fundit rezulton me precedent penal dhe ishte në arrest shtëpie për armbajtje pa leje, mas të cilën e kishte thyer pas daljes nga banesa. Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim 2 persona si autor të dyshuar për plagosjen e policit Kumaraku. Ata janë vëllezërit Aldo dhe Ali Lika, që dyshohet se kanë pasur një konflikt për çështje borxhi me fqinjin e efektivit. Burimet bëjnë me dije se pak muaj më parë për shkak të konfliktit, fqinji i efektivit i ka dhunuar vëllezërit dhe në shenjë hakmarrje, ata dyshohet se tentuan ta qellojnë mbrëmjen e të dielës me armë, por plumbat kapën aksidentalisht policin. Ky i fundit është plagosur në këmbë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë po verifikohet fakti nëse plumbave i është përgjigjur edhe efektivi Angelo Kumaraku. I marrë në pyetje nga kolegët e tij, polici i plagosur ka thënë se nuk ka raportuar që fqinji i tij thyente masën e sigurisë duke dalë nga banesa, pasi e njihte që nga fëmijëria dhe e kishte shok. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita ka pezulluar nga detyra agentin e krimeve, ndërsa drejtoria e standardeve profesionale ka nisur hetim disiplinor për shkelje të rëndë. Blut kanë vënë në pranga 31 vjeçarin Keidi Spaja, i cili ka thyer masën e sigurisë. Policia e Tiranës vijon hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes, ndërkohë e përfshirë në hetime është edhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Pas skandalit ku drejtuesit e policisë së Sarandës ishin përfshirë në skemën e lejimit të ndërtimeve pa leje, kanë nisur prishje atyre. Padromat e IKMT-s kanë ndërhyrë në disa objekte, ndërsa mësohet se aksioni do të zgjasë disa ditë. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka zbarkuar këtë të hënë në Sarandë duke ndërmarrë një aksion të gjerë për prishjen e objekteve të ndërtuara pa leje. Janë pikërisht këto ndërtime të palishme që dyshohet se janë toleruar prej kohësh që çuan arrestimin e disa drejtuesve të Komisariatit të Policisë në Sarandë, si dhe në shkrirjen e të gjithë zinxhirit drejtues të këtij institucioni disa ditë më parë. Operacioni i IKMT-s po zhvillohet në disa zona të qytetit dhe ka për qëllim rikthimin e ligjshmërisë në territor pas dyshimeve për shpërdorim detyre dhe mosveprim nga ana e strukturave përgjegjëse. Burime zyrtare bëjnë me dije se ndërhyrje do të vijojnë dhe në ditët në vazhdim, ndërsa autoritetet kanë paralajmëruar kontrolle të imtësishme për çdo objekt që rezulton të jetë ndërtuar në kundërshtim me ligjin. 3 ditë më parë, një skemë e mirëfillt korrupsioni dhe bashkëpunimi me bandat kriminale u zbulua nga policia. I përfshirë në këtë skemë ishte vetë shefi i komisariatit në Sarandë, Gëzim Bashllari, i cili tashmë është në pranga bashkë me 3 varësit e tij, Andi Duro, Aidin Ismailaj dhe Robert Çullaj. Të 4 zyrtarët e policisë akuzohen për 3 vepra penale, shpërdorim detyre, kryerje veprimeve arbitrare dhe mosmarrja e masave për të ndërprerë gjendjen e palishme kryer në bashkëpunim. Arrestimi erdhi pas një hetimi nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe AMP-s, ku zbulua ndërtimi pa leje dhe një hapësirë plazhi në lagjen numër 1 në Sarandë. Nga hetime dyshohet se shefi i komisariatit dhe varësit e tij lejuan ndërtimin pa leje kundrejt shumave të parave dhe nuk kanë marrë masa për parandalimin e paligjshmërisë. Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita urdhëroi menjëherë hetimet dhe më pas u shkarkua gjithë zinxhiri komandues.
Kryeministri Edi Rama ka nisur një vizitë zyrtare në Korenë e Jugut, shtet në të cilin rikthehet pas 24 vitesh pasi për herë të parë ka qenë në vitin 2002, kur mbante postin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Në vizitën e tij 4 ditore, kreu i qeverisë do të zhvillojë një sër takimesh me sipërmarrës të kompanive inovative, me fokus bashkëpunimi ekonomik dhe rritja e investimeve në Shqipëri. Gjithashtu Rama pritet të takohet me homologun e tij korean, si dhe drejtuesin e kompanisë Samsung. Kryeministri do të mbajë edhe një fjalë përshëndetse në ceremoninë hapse të konferencës prestigjioze të lidershipit aziatik. Në këtë vizitë Rama shoqërohet nga bashkëshortja e tij si dhe një delegacion me zyrtar të lartë. Pas Seulit në datën 21 maj, Rama do të udhëtojë drejt Tokios me ftesë të homologes japoneze. Ervin Saliani kërkon anulimin e përjashtimit nga gara për kreun e Partisë Demokratike. Në një letër drejtuar forumit të ish deputetit demokrat, shpreh se është i vendosur për të dalë në betejë përballë Sali Berishës. 5 ditë para zgjedhjeve për kryetarin e Partisë Demokratike, ish deputeti Ervin Saliani u ka kërkuar organeve drejtuese të PD-s ta lejojnë të garojë përballë Sali Berishës. Nëpërmjet një letre, Saliani kërkon anullimin e 2 vendimeve, ato për përjashtimin e tij nga partia dhe ato për përjashtimin e tij nga gara, pasi ai pretendon se nuk ka shkelur në asnjë rast statutin e Partisë Demokratike. Në demokraci nuk ke mundësi të zgjedhësh kundërshtarin dhe ndaj për mua nuk përbën asnjë problem që kandidat të jetë Sali Berisha dhe për këtë arsye nuk kam asnjë kërkesë procedurale për ta përjashtuar atë nga gara. Ai të jetë në garë bashkë me aleatin e tij Edi Rama, bashkë me varësit e tij, bashkë me komisionerët e tij dhe bashkë me bashkëpunëtorët e tij në krimin e organizuar. Dhe unë do të jem përballë bashkë me demokratat në një betejë të vërtetë elektorale. Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani nisi në muajin nëntor një lëvizje brenda PD-s me takime në të gjithë vendin, duke kërkuar hapjen e partisë dhe ndryshimin e lidershipit. Por kryetari i PD-s Sali Berisha akuzoi për bashkëpunim me krimin dhe vendosi përjashtimin e tij nga partia. Për këtë arsye, kur Ervin Saliani dorëzoi kandidaturën për postin e kryetarit PD-s, ajo u refuzua. E në këto kushte, Sali Berisha është i vetmi kandidat për të cilin do të votojnë demokratët në garën për kryetar që do të zhvillohet në datën 23 maj. Sali Berisha tha sot se ish drejtuesi i prokurorisë së posaçme Altin Dumani ka shkelur ligjin me një vilë të disponuar në Bregdet. Sipas tij, Dumani ka gënjur për vilën duke falsifikuar dokumentet e saj të pronësisë. Nga podiumi pranë strukturës së posaçme ku paraqitet 2 herë në muaj, Sali Berisha hodhi akuza të rënda ndaj kreut të mëparshëm të këtij institucioni, Altin Dumani. Ai e denoncoi publikisht Dumanin duke pretenduar se është autori një mega skandali për falsifikim dokumentesh, tjetërsim pronash dhe pastrim parash, duke nënvizuar se edhe procesi i vetingut ishte fiktiv. Bëhet fjalë për një shtëpi banimi për të cilën Berisha pretendon se është legalizuar në shkelje të ligjit nga kryeministri Edi Rama për të mbajtur peng Altin Dumanin. Dumani thoshte se ishte ndërtuar, ishte kish ku faleshin dhe i bëshin dhurata familjes vjerrit tij. Pra në vitin 2004, toka ishte arë si përfaqe e lirë në pronësi të kryetarit Gëzim Çullhaj. Për Altin Manekun, se këtu ja kalon edhe i renë shkë disa aspekte. Është ndërtuar në vitin 2000 dhe është banuar që nga viti 2000. Kjo tregon se çfarë vetingu është bërë dhe se si ky është majt peng. Berisha thot se disponon dokumente për të provuar atë që e konsideron mega skandal dhe do t'i depozitojë në prokurori. Këtu keni dokumentat, hartën kadastrale, legalizimin që fakton se në vitin 2004 ka qenë tok arë, nuk ka qenë as kish, as teqe, as xhami. Pra këta që betohen, dhe shkon e predikon ky mashtrues, na predikon, thot se ishte faltore. Do ketë një kallëzim i cili, siç u bë për Irena Gjokën, dhe gjykoi Altin Gjoka, edhe ky do mund të gjej se këta janë një korporat krimi. Dosja Partizani, për të cilën Berisha, dhëndri i tij dhe disa bashkëpunëtor janë vënë në akuzë po gjykohet në gjykatën e posaçme. Seanca tjetër është mërkurën teksa pritet japin deklarime dëshmitarët e thirrur nga organi i akuzës.
Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën e ish kreut të autoritetit rrugor Gentian Gjyli dhe ish drejtuesit të korporatës elektroenergjitike Eral Delezi për zbutjen e masës së sigurisë arrest shtëpie. Ata akuzohen për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tender së bashku me ish numrin 2 të qeverisë Belinda Balluku. Po këtë të hënë, gjykata antikorrupsion pranoi kërkesën e prokurorisë për zgjatje të hetimeve ndaj tyre me 3 muaj. Pak ditë më parë, ish Ministre e Infrastrukturës Belinda Balluku bëri rekurs në gjykatën e lartë duke kërkuar heqjen e pezullimit nga detyra si masë sigurie e vendosur nga gjykata e posaçme në nëntor të vitit të shkuar. OSB kërkon në forcimin e kuadrit ligjor në mbrojtje të komunitetit të gazetarëve në Shqipëri. Ambasadori Michel Taran theksoi edhe rëndësinë e rritjes transparencës së medias dhe respektimin e etikës. Liria e medias në Shqipëri mbetet ende një sfidë sipas ndërkombëtarëve. Ambasadori OSB në Tiranë Michel Taran, nga konferenca për rolin e mediave në Europën Juglindore, e mbajtur në kryeqytet, vuri theksin tek forcimi i transparencës, si dhe rregullimet ligjore për mbrojtjen e gazetarëve. Janë marrë masa për përmirësimin e punës për gazetarët, pronësia e medias, transparenca, detyrimet janë përmirësuar. Komuniteti i medias në Shqipëri është aktiv, zëri i tyre duhet të dëgjohet dhe ata të angazhohen. Nevojitet punë për të forcuar transparencën dhe mbrojtjen ligjore. Gazetarët duhet të punojnë në kushte më të larta dhe brenda etikës. Prezenca e OSB-s do të vazhdojë të punojë më shumë për forcimin e rolit të gazetarëve. Thuajse në të njëjtën linjë ishte edhe ministri i jashtëm Ferit Hoxha, i cili pranoi se teksa rregullimi ligjor është i mundur, implementimi i saj është sfida e vërtetë. Ne kemi punuar ngushtë me Bashkimin Evropian për rregullimet ligjore sa i përket të drejtave të gazetarëve, por dua të jemi sinqert, rregullimet ligjore janë të rëndësishme, por nuk janë të mjaftueshme. Implementimi i tyre në praktikë është ajo çka duhet të ndodhë. Kjo nuk kupton të pasurit një ambient ku gazetarët raportojnë lirshëm, ku mediat e pavarura mund të përballojnë financiarisht outletet e tyre dhe ku transparenca dhe integriteti lulëzon. Pjesë e panelit ishte edhe përfaqësuesi i OSB për lirinë e medias Jan Brathu, që vuri në dukje se liria e medias është e domosdoshme për demokracinë. Në moton së bashku për gjuhën tonë, studentë dhe qytetarë shqiptar pritet të mblidhen sot pas ditën në Shkup. Ata do të marrin pjesë në protestën e studentëve në Maqedoninë e Veriut, të cilët kërkojnë që provimet e lirimit të jepen në gjuhën shqipe. Studentët shqiptar nga të gjitha treva do të mblidhen sot në Shkup për të protestuar lidhur me mos realizimin e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Protesta pritet të nisë nga ora 16:30 në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut. Në këtë organizim do të marrin pjesë studentët nga Maqedonia e Veriut, Kosova, Shqipëria dhe viste të tjera shqiptare, të cilët kërkojnë që provimi të mbahet në gjuhën shqipe. Një grup të rinj u nisën nga Tirana drejt Shkupit për t'u bashkuar protestës në shenjë solidariteti. Është shumë e rëndësishme që ne këtu në Shqipëri të japim përkrahjen tonë studentëve nëpërmjet çfarë mundësish ne kemi. Iniciativa e studentëve sot është një iniciativë e cila ka të bëjë më shumti me një çështje kombëtare sesa me një çështje provimi shkollor. Nëna Shqipëria ka për detyrë që të mbështesë çdo iniciativë dhe çdo nisëm e cila vjen për mbrojtjen e identitetit të saj. Republika e Maqedonisë së Veriut duhet ta di që ne do të na presë, do të na ketë aty gjithmonë sa herë që populli aty të ketë nevojë. Duhet të solidarizohemi të gjithë kudo që ka shqiptarë, sidomos rinia, sepse për çështjet kombëtare duhet të jemi që të gjithë gati. Kjo është gjëja më minimale që brezi ynë mund të bëjë dhe ne bëjmë për çështje kombëtare e para dhe e dyta sepse janë bashkëmoshatarët tanë dhe kjo është një drejtë. Sot këtu nuk janë vetëm studentë të drejtësisë, një student drejtësisë një prej tyre jam unë, po sot shohim studentë edhe nga deg të tjera, të cilët e kanë indinjatën, e ndjejnë këtë gjë që po bëjnë. Një mesazh i shkurtër që unë dua t'ju drejtohem atyre, mos bëni asnjë hap pas, neve na keni mbështetje kudoherë dhe kudo. Protesta do të zhvillohet në moton bashkohuni me studentët të gjithë një, ndërsa organizatorët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje sa më të madhe qytetare. Së bashku para urës së gurit për gjuhën tonë, thuhet në njoftimin e studentëve, ku vihet në parë rëndësia e mbrojtjes së përdorimit të gjuhës shqipe në proceset profesionale dhe institucionale. Kjo është protesta e dytë që zhvillohet për të njëjtën arsye, por institucionet përkatëse ende nuk kanë dhënë një përgjigje për kërkesën e studentëve.
Portali qeveritar Albania ka rikthyer shërbimet pas 3 ditësh mbyllje. Nga sot platforma është rihapur e përditësuar. Kryeministri Edi Rama prezantoi ndryshimet duke nënvizuar se tashmë shërbimet do të jenë më të shpejta dhe më të thjeshta për të përdorur nga personat me aftësi të kufizuara. Sipas Ramës, platforma e re vjen e ridizenjuar mbi një infrastrukturë tërësisht të modernizuar për të ofruar një eksperiencë të shpejtë për qytetarët dhe bizneset. Në Tiranë ka nisur sot procesi regjistrimit të fëmijëve në kopshte. Prindrit duhet të kenë disa dokumenta, ndërsa aplikimet do të bëhen vetëm fizikisht pranë qerdheve. Prej kësaj të hëne, prindërit mund të aplikojnë për kalimin e fëmijës së tyre nga çerdhja në kopë. Është një proces ky që do të zgjasë deri në 29 maj. Prindërit duhet të paraqiten pranë çerdhes që fëmia ka frekuentuar për të aplikuar për kopshten që dëshirojnë ta regjistrojnë fëmijën e tyre sipas njësisë administrative. Të gjithë fëmijët që janë në shërbimin e çerdhes dhe që bëjnë 3 vjeç deri në 15 shtator, prindrit plotësojnë një formular ku shprehin dëshirën e tyre për një nga kopshtet e njësisë që ata janë banor. Dhe këtij formulari për prindrit që kanë ndryshuar vendbanim gjatë kësaj periudhe, i bashkangjitin dhe një certifikat familjare që fakton njësinë ku ata janë momentalisht. Për ata prindër që do të regjistrojnë fëmijët e tyre për herë të parë në çerdhe, aplikimet do të nisin nga data 25 maj. Për 3 javë rresht deri në datën 15 qershor, të gjithë prindrit që janë të interesuar për të marrë shërbim në çerdhet publike të Bashkisë së Tiranës, në çerdhen e njësisë së tyre ku janë të interesuar, paraqiten aty nga ora 9 deri në orën 2 me certifikatën e fëmijës, certifikat familjare dhe di vërtetimet përkatëse që janë të punësuar dhe bëjnë procedurën e aplikimit. Aplikimet për këtë vit do të bëhen fizikisht, pasi sipas drejtoreshës, aplikimi online rezultoi i vështirë për prindërit. Aplikimi u zhvillua edhe vitin e kaluar në platformë, por për shkak të problematikave të hasura që nuk u bëri të lehtë prindërve, këtë vit do aplikohet vetëm në një njësi, në mënyrë të tillë që çfarë çdimesh ka të përmirësohen për në vazhdimsi. Janë rreth 45 çerdhe të cilat ofrojnë shërbim në Bashkinë e Tiranës dhe numri i fëmijëve që largohen nga çerdhja në Kopësht është 3100. Një situatë e tensionuar është regjistruar mëngjesin e kësaj të hëne në ambientet e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Një përplasje mes kompanive që janë të angazhuara në punime ka sjellë ndërprerjen e tyre. Kompania e Begjet Pacollit, që pretendon se ka të drejtën ligjore për të ushtruar aktivitetin, thosë se hyrja e punojësve të saj është ndaluar nga firma Vlora International Airport. Kjo e fundit shprehet se çështja në fjalë lidhet ekskluzivisht me një marrëdhënie kontraktuale ndërmjet shoqërisë koncesionare dhe një prej kompanive për kryerjen e punimeve ndërtimore. Kontraktori në fjalë sipas Vlora International Airport ka rezultuar në vonesa të konsiderueshme për përmbushjen e detyrimeve të tij në shkelje të afateve të përcaktuara. Për këtë arsye, shoqëria koncesionare ka ndërmarrë marrëdhënie me këtë kontraktor. Përplasjet në fermën e vipave sa vinë rriten, ndërsa aleancat bëhen edhe më të qarta. Sot në mbrëmje do të zbulohet se cilin ka zgjedhur publiku si të preferuar mes 9 konkurrentëve dhe se çfarë do të ndodhë me të tjerët. Në një garë ku çdo ditë vjen e bëhet më e ngarkuar me emocione, ferma VIP 3 po kthehet në një arenë të vërtet sfidash, tensioni dhe aleancash. Çdo orë që kalon forcon ndarjet, zbulon karakteret dhe teston kufit e durimit. Por mes garës, lojës dhe strategjive, nuk harrohet qëllimi kryesor i këtij formati, organizimi i punëve dhe mbi të gjitha përkushtimin ndaj kafshëve. Indri, kryefermeri në fuqi, vijon me ndarjen e punëve, edhe pse shpesh është përballur me refuzime dhe mungesë bashkëpunimi nga pjesa tjetër e fermerëve. Dhe kjo vetëm sa ka rritur tensionet në fermë. Ndërkohë televotimi i hapur që prej ditës së premte për 9 të nominuarit ka shtuar pasigurinë. Cili prej tyre do të jetë më i mbështetur nga publiku dhe çfarë do të ndodhë me pjesën tjetër të fermerëve? Zhaku dhe Kostana vijojnë të përjetojnë izolimin të Fakiri pas dënimit për shkeljen e rregullave. Por duket se miqësia mes vajzave nuk zgjati gjatë, pasi prej momentit që u bën pjesë e Fakirit, komunikimi mes tyre u ndërpre. Çfarë ka ndodhur mes Zhakut dhe Kostanës dhe çfarë ndikoi në prishjen e raportit? Ndërsa 2 hyrjet e reja kanë ndryshuar rutinën e fermerëve.
Klevisa dhe Sergini u bashkuan fermës në një moment ku aleancat, strategjitë dhe tensionet janë më të forta se kurrë dhe duket se janë përshtatur me një herë. Ndaj sonte në mbrëmje, gjatë spektaklit ju presin të tjera surpriza dhe një garë e vërtet. Ferma VIP ju lë takim në orën 21 në ekranin e Vision Plus në 2 kanalet të dedikuara si dhe live në YouTube. Në disa qytete të vendit janë organizuar aktivitete për ditën ndërkombëtare të muzeve. Apeli organizatorëve ka qenë për më shumë vëmendje ndaj trashëgimisë, historisë dhe kulturës. Në ditën ndërkombëtare të muzeve është të çelur në Durrës ekspozita Peeping Tourist. I veçantë ishte ekspozimi i pullave shqiptare duke zbuluar historinë e Shqipërisë nëpërmjet filatelisë. Kjo është hera e parë që në Durrës ofrohet një mundësi për vizitorët vendas dhe të huaj. Çdo pull që është pasqyruar këtu dhe të tjera që ne i kemi në arkivin e postës shqiptare, të gjitha ato paraqesin një histori. Gjithë filatelia e periudhës komuniste, ose një pjesë, pa themi, është ekspozuar sot në ekspozitën tonë. Ka interes sepse është diçka e veçantë. Nuk është se kemi patur eksperiencat e tjera, të paktën së fundmi në qytet, edhe shpresojmë që le të themi të jetë një hap për të bërë edhe ekspozitat e tjera të ngjashme. Ekspozita ka tërhequr vëmendjen e turistëve që në hapje të saj. Sapo kemi ardhur në Durrës, pam këtë muze online dhe na tërhoqi shumë. Mua më intereson historia e Durrësit. Periudha juaj e komunizmit është mjaft interesante për ne si turistë që vijmë nga Anglia. Nga ana tjetër, edhe në Angli ka shumë broshura dhe informacione për Shqipërinë, ndaj vendosëm të vinim këtu. Jemi shumë të interesuar për periudhën komuniste dhe një gjë që më bëri shumë përshtypje ishte fakti që deri në vitin 1991 nuk lejoheshin turistë nga vende si Afrika e Jugut. U çudita sepse e kuptoj ndalimin për vende si Amerika, Izraeli apo Mbretëria e Bashkuar, por ç'lidhje kishte Afrika e Jugut? Diktatori Enver Hoxha kishte krijuar një sistem të tillë ku nuk lejohej hyrja në Shqipëri për shtetas nga vende që regjimi konsideronte të padëshiruara. Edhe Muzeu Historik i Fierit ka organizuar një sër aktivitetesh me fokus muzeologjin, historinë dhe trashëgiminë kulturore. E tillë ishte ekspozita thesare të Muzeut Kombëtar Ikonik Onufri, e cila solli për publiku një përzgjedhje të veçantë ikonash e vepra të artit të realizuara nga mjeshtrat e mëdhenj Onufri, Nikola, David Selenica e të tjerë. Është një muze që i përket edukimit të brezit të ri, të nxënësve të shkollave të arsimit para universitar të studentëve, por dhe një muze që natyrisht nuk del nga objekti i tij, siç është ruajtja e kujtesës kolektive, promovimi i vlerave të kulturës materiale dhe të trashëgimisë kulturore. Në ditën kombëtare të muzeve, apeli i drejtohet institucioneve për më shumë vëmendje ndaj kulturës dhe trashëgimisë. Nis me zitën e kësaj të hënë nga Tirana turi 83 i ciklistikës Shqipërisë. Me 20 ekipe nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa marrin pjesë në këtë tur i cili do të ketë në total 5 etapa me finish në datën 22 maj në Fier. Etapa e parë e këtij aktiviteti ndërkombëtar nis nga sheshi Skënderbej në kryeqytet për të përfunduar në Lezhë. Etapa e dytë të martën nis nga Lezhë dhe mbyllet në Elbasan. Të mërkurën etapa e tretë nis në Elbasan dhe mbyllet në Vlorë. Më pas të njëjtën do të jetë etapa e Vlorës, e cila parashikon të kaloj nga tuneli Llogaras, Himarën gjithashtu me kthim në bregun e lumit të Vlorës për të mbyllur sërish në qytetin bregdetar. Ndërsa etapa e fundit nis në Vlorë për shkon Lushnjën dhe më pas kthimi final në Fier, aty ku do të ndahen edhe çmimet. Gjatë ditëve të etapave do të ketë bllokime dhe kufizime të lëvizjes së disa segmenteve kombëtar. Fokusi i këtij edicioni është më së shumti edhe tek promovimi i turizmit në vend, ndërsa në aspektin sportiv Shqipëria kërkon të konkurrojë denjësisht me emra si Olsian Velaj, Luka Sulaj, Valentina Kambera e të tjerë. Ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.